I pandehuri i Spakut, Plarent Ndreca, i akuzuar për veprën penale shkelja e barazisë së pjesëmarrësve në tender apo ankande publike, i cili në fakt ushtron edhe detyrën e avokatit të pandehurit tjetër, Erion Veliaj, me 13 akuza për 5 vepra të rënda penale, sot ka dalë me një qëndrim publik, ku më shumë se sa deklarata e radhës, deklarimi i tij publik duket si një kërcënim i hapur ndaj prokurorëve dhe gjyqtarëve. Në fund të njoftimit për mediat të pandehurit avokat, Plarent Ndreca, ka një fjali: pa këto kushte, kërcënoni pandehuri Plarent Ndreca, çdo përpjekje për të hequr pataten e nxehtë apo për të larë duart si Ponç Pilati do të dështojë dhe përgjegjësia diku ndaj dikujt do të kërkojë adresën e saj. Çfarë është kjo fjali? Një kërcënim. Kërcënim ndaj kujt? Kush është patatja e nxehtë? Çështja e Veliajt nuk është një patate e nxehtë, është një i pandehur me 13 akuza. Pse humbi disa kërkesa në gjykat? Ajo është që jep vendimin, nuk e jep dot avokati, as prokurori. Të lahen duart si Ponç Pilati. Kush po i lan duart si Ponç Pilati? Me kë po përballet Erion Veliaj? Ponç Pilati kishte Krishtin dhe një hajdut përballë. Çfarë është Veliaj? Hajduti apo Krishti? Krisht nuk është, kjo është e sigurt. Me 13 akuza të rënda penale, po. Kush është Ponç Pilati? Gjyqtarët, kush është Ponç Pilati? Prokurorët, kush është Ponç Pilati tjetër? Ndaj kujt i adresohet ky kërcënim me patate të nxehtë dhe Ponç Pilatin? Do të dështojë dhe përgjegjësia, shkrua Ndreca, diku ndaj dikujt, pra në një kohë në të ardhmen, në një vend ndaj një individi, do të gjendet adresa e saj. Cila është adresa? Adresa e përgjegjësisë. Përgjegjësia për çfarë? Se mund të dënohet Veliaj dhe përgjegjësinë e adresoni pandehuri Ndreca edhe me kohë e vend e person. Çdo përpjekje për të hequr pataten e nxehtë apo për të larë duart si Ponç Pilati do të dështojë dhe përgjegjësia diku ndaj dikujt do të kërkojë adresën e saj. Kjo fjali është një kërcënim i drejt për drejt, me forma fjalësh të ndërtuara me mesazh të qartë. Patatja e nxehtë në duart e Ponç Pilatit, që do të gjejë përgjegjësinë diku ndaj dikujt dhe do t'i gjendet edhe adresa. Pra dikush do të japi një vendim, dikush do të dënohet, dikush do të mbajë përgjegjësi përpara ligjit, por atij do t'i gjendet adresa. Dhe ky nuk është një kërcënim vetëm për trupën e djeshme gjykuese, e cila pranoi gjykimin e shkurtuar që ka tërbuar Plarent Ndrecën dhe të burgosurin në burgun e Durrësit, por për gjyqtarët e tjerë që do të vazhdojnë. Ky është një krim. Kërcënohet drejtësia nga një i pandehur që quhet Plarent Ndreca, nga një ish deputet i Partisë Socialiste, një ish këshilltar i Këshillit Bashkiak të Partisë Socialiste, i cili gjen kurajon pas një vendimi gjykate të drejtojë një mesazh kërcënues ndaj gjyqtarëve, ndaj prokurorëve, ndaj kujdo tjetër që është i përfshirë në çështjen e hetimit ndaj Erion Veliajt. Spaku duhet të filloj hetimet. Ky është një rast flagrant, përtej faktit që është një i pandehur dhe minimalisht nuk duhet të ushtronte detyrën sipas ligjeve në BE, por në Shqipëri, pa një vendim të formës së prerë, vazhdon të jetë avokat, edhe pse i pandehur. Ky i pandehur kërcënon përgjetjen e përgjegjësisë në të ardhmen ndaj atij që do të jap vendimin për pataten e nxehtë dhe më shumë se qëndrim. Ky është kërcënim. Kështu u sollën, kështu vepruan, kështu kërcënuan me mashtrime prokurorin Olzdado, gjyqtarin Erion Bani, gjyqtarin Engert Pëllumbi, me shantazhe dhe shkrime që bëheshin nga mediat, ndërsa tani ka dalë në mënyrë të hapur Plarent Ndreca, i pandehur i Spakut që mbron të pandehurin Erion Veliaj dhe jep mesazhe me qëndrime kërcënuese ndaj sistemit të drejtësisë.